Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin javor nga data 25 maj deri më datën 31 maj të 2026. Kemi të bëjmë shumë me një ndikim shumë të madh dhe kjo fundjavë sjell shumë ndikime dhe shumë ndryshime. Por edhe këtë fundi këtij muaji na jep mundësinë dhe kohën e duhur në nisma të reja. Nëse neve kemi të bëjmë me çështje të mbartura nga e kaluara, është mirë që brenda kësaj jave të mbyllim, sepse është dhe koha në mbyllje të çështjeve problematike që mund të kemi. Por gjithashtu ka të bëjnë edhe me disa çështje që ka të bëjnë me jashtë, udhëtime, bisedime të rëndësishme, por gjithsesi është një nga ndikimet më të mëdha të kësaj jave, edhe pse e vështirë, por është në të mirën tonë sepse ne pregatit për të ardhmen, na pregatit që neve të jemi korrekt, të jemi shumë të dhënë pas gjërave që neve kërkojmë dhe realizojmë në kohë reale. Është një moment, një mundësi e mirë për sa i përket zhvillimeve, ndryshimeve të mëdha dhe kohës që neve kemi. Është ana më pozitive që do të thotë ndikimet më të mëdha, por për sa i përket çështjeve dhe mundësive ne e kemi dhe dim shumë mirë ku do shkojmë dhe ku neve lëshojmë për dhe ku nuk lëshojmë për. Atëherë të fillojmë me hyrjen e kësaj jave, ndikimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë që na jepen. Kemi datën 25. Data 25 duket se si ti të hanë që ka ndikime shumë pozitive, edhe pse jemi në kohën më të mirë të mundshme, duke pasur parasysh një 6 këndës që bën Neptuni, një kënd që forcon intuitën tonë. Na bën të jemi më të qartë, të ndërrojmë për të ardhme dhe ëndra të bëhet e realitet. Dhe kjo do të thotë mundësi, do të thotë ndikime shumë të mëdha, dhe kjo na jep mundësinë për sa i përket të çështjeve që ndikon shumë pozitive në shenjat dashi, luani, shigjetari, binjakët, peshorja, ujori të 10 diqit parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Dhe kjo do të thotë një nga mundësitë më të mira, sepse duke pasur parasysh edhe ndryshimet që vijnë ose koha që neve kemi në dispozicion, na ndihmon dhe na jep plot mundësi që neve të shikojmë çfarë do të bëjmë. Sidomos lidhje me dokumentacione, kjo lidhet shumë me dokumente se ka të bëjnë me persona të ndryshëm që neve na bën që të ndihemi superior për gjërat të mëdha që kemi. Kemi gjithashtu datën 26 maj. Data 26 duket se dielli që takohet me Plutonin në një kënd mjaft të mirë, në një trekëndësh që na ndihmon jashtëmase ku referohet punës dhe vazhdimësisë. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, dhe kjo përpiqemi që neve të jemi sa më të qartë dhe më të ndikuar në atë çka neve duam të bëjmë. Një kënd shumë i fuqishëm për qenë vendimtar në jetën tonë, duke ndryshuar atë që nuk na pëlqen, duke na shliruar përgjithmonë nga çështjet e vështira, nga gjërat që neve kemi pasur. Ndikojnë pozitivisht shenja siç janë binjakët, siç janë peshorët, ujorët të datëlindjes në ditët e para të kësaj shenje, pra të 10 diqit të parë, ose ata që kanë ascendente apo planetet në këto shenja. Kemi datën 27. Data 27 duket se tani për tani, edhe pse është një nga datat më të mira për arsye të punës, për arsye të ndryshimeve që vijnë tani e tutje, ku kjo ditë është mjaft e mirë me një katërkëndësh, Marsin nga Demi dhe Plutonin në Ujor. Do të thotë një kënd i fuqishëm që varësisht në mënyrë se si ne pavarësisht vështirësive që kemi, por menaxhimi është pjesa dërmuese e gjërave të mëdha dhe kohës që i përkasin çështjet madhore, ekonomike, financat, ndryshimet, por gjithashtu tregon edhe disa ndikime shumë të mira, sepse këndet që kanë të bëjnë në lidhje me pasionin e punës ose ndryshim pune, edhe pse ndikimet e këtij këndi zgjasin disa ditë, që është veçanërisht shumë i fortë, veçanërisht nëse lejojmë një ndikimin më të madh që ka të bëjnë në punën tonë, në ndryshimet tona, dhe kjo do thotë Demi, Luani, Akrepi, Ujori dhe 10 diqit parë kanë ndikime në këtë aspekt, edhe pse me pak vështirësi në atë çka bëhet, në atë çka jemi, por gjithsesi kjo është një kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Kemi datën 29. Data 29 duket se tani ndikohet dhe jep mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket mundësisë për afrohemi afër fundit të këtij muaji, dhe do të thotë
që Afrodita në gafore krijon një katërkëndësh me Saturnin në dash, një kënd i vështirë në pamjet parë, që do thot një pasiguri në marrëdhëniet, në kufizimet, në financat, në ndikimet e tjera që ka të bëjnë dhe mundësitë të tjera që na jepen, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me ndikimin e shenjave impulsive, siç është dashi, gaforia, peshorja, britsjapi dhe diçi dytë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Është një mundësi e rrallë, është një kohë që përcakton, rregullon, stabilizon anën dhe pozicionin e planeteve. Kemi gjithashtu një ndikim tjetër, sepse lidhet edhe me kohën e duhur për sa i përket punës, sepse kur kemi kënde të vështira, siç e keni dëgjuar dhe në televizion, që unë e them në lidhje me lëvizjet tenore boshe, kur kemi disa gjëra që jemi pak të ndërlikuar në gjëra që neve bëjmë, se dua të nisim i punë dhe nisim me shpejtësinë e erës, dhe kur vjen momenti pastaj na prishen disa ekuilibra, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që studion të ardhmen në lidhje me ekonominë dhe javën që do vinë dhe po muaj që do futet, pra kemi shumë gjëra në këtë aspekt. Shenjat që ndikohen në këtë drejtim, përveç këtyre dy shenjave që unë thash, dashi gaforia, por kemi edhe në anën tjetër të shenjat e zjarrit, që janë ndikimin më të mirë që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet që lidhen me punën, që lidhen me ndikimet, dhe mirë është që data 29, nëse kemi të bëjmë ose duam neve të arrisim atje ku neve pretendojmë për shembull për një kontratë dhe jemi shumë e kemi të domosdoshme për të dërguar diku atë dokument, do të presim pak, mos të nxitohemi, sepse nxitimet nuk kanë ndikimin e tyre, sepse nganjëherë prishin disa ekuilibra, disa mundësi, disa gjëra që vërtet është pak vështirë për sa i përket punës dhe karrierës, por në anën tjetër është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi anën dhe pozicionin e planeteve që ju e keni. Ajo që do të keni një vëmendje të shtuar, do të keni nëse e keni të domosdoshme, që duhen të firmosni një kontratë me Deomos, atëherë shikoni negociatat, investimet që do të bëni dhe në lidhje me punën. Por sidomos edhe këto shenja që është dashi, gaforia, peshorja, britsjapi, të diçi dytë, ose ata me ascendente, duhet jenë të vëmendshme. Shkojmë tek data 31 maj, dita e fundit e muajit, që fillon me një hënë të plot. Maj e filloi me hënë të plot dhe mbyllet dhe me hënë të plot. Që do thotë, është një hënë e plot në boshtin binjak shigjetar, e cila mund të sjellë lajme, zhvillime, zbulime interesante në jetën tonë të përditshme. Boshti binjak shigjetar na mëson shumë gjëra në komunikimin në udhëtime, për të rritur kontaktet, diskutimet, udhëtimet. Aspektet e kësaj kryesore janë shumë harmonike me Plutonin dhe Saturnin, duke krijuar ndjesinë se më pak më shumë përpjekje dhe vendosmëri që mund të arrijmë në qëllimet tona. Është një hënë e plot veçanërisht ambicioze, që na jep motivim për të ndjekur qëllimet tona, qoftë në çështje të studimeve apo planet tona për motivim për të ndjekur qëllimet tona, qoftë çështje të studimeve apo planet të tjera që neve kemi, një sidomos çështje profesionale për të ardhmen. Shumë të fituar duket se janë binjakët, virgjëresha, shigjetari dhe peshqit të dhjetëdiqit të parë ose ata të dhjetëdiqit të fundit. Duket se gjithashtu kanë të bëjnë dhe me një ndikim shumë të madh, sepse në ndikimin që kanë të bëjnë dhe mundësitë që jepen, por mos harroj, ja kemi thënë dhe themi me të madhe, kur kemi hënë të re, hënë të plot, ke eklipse, kemi hënë lëvizje tenore boshe, të gjitha këto janë në fakt në një farë mënyre të ndikuar në çështjet në përditshmërinë tonë, por kur kemi lëvizje tenore boshe, kur kemi disa gjëra që nuk na përkasin, nuk na pëlqen, për një arsye apo për tjetrën, por nuk do të thotë se është ky problem dhe ky problem nuk merr zgjidhje. Por merr zgjidhje që kemi atë, sepse shumë gjëra janë në anën tonë, në pozicionimin e planeteve, por koha ka treguar që fati do për gjithçka, fati është për gjithçka. Dhe do të thotë që tani, nëse neve nisim diçka të re, dhe duam që neve të arrijmë në finish, për sa i përket arsyes dhe punës tonë, kemi edhe gjëra të tjera që kanë të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me çështjet ekonomike, financiare dhe shumë gjëra të tjera. Do të shikoni edhe vetë me kalimin e kohës, do të keni shumë ndryshime në ekonomi, ndryshime në vazhdimsi, në vendimet që merren dhe janë mjaft ndikuese dhe është pikërisht kjo periudhë, edhe kjo periudhë është mjaft e mirë në këtë kohë, sepse fundi i javës është dhe fundi i problematikave, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Tani, para se të fillojmë me parashkimin e 12 shenjave zodiakale,
unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhin në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashikimi të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al kemi faqen roz si shikoni atje, ku atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që ju doni të bëni, për çështjet që ju keni, dhe është një nga mundësitë më të arta, një nga mundësitë më të mira për sa i përket studimeve, për sa i përket gjërave që doni, të një shtëpi të re, keni një njohje, ta keni lidhje serioze, si funksionon shërbimi dhe të gjitha këto bëjnë që juve të jeni mjaft të ndikuar dhe do shikoni sepse ka dhe çështjet momentale. Çështjet momentale, dakord, kemi një gjë në një moment të caktuar, për shembull, do nisim një punë, supozojmë, dhe kjo nuk e nisim për një arsye sepse nuk e dim se si është koha ose e kemi nisur një herë, nuk na ka ecur, kemi dëshirë ta bëjmë prapë sepse diçka bëm gabim. Po, kemi të drejtë në gabime, po, duhen të bëjmë diçka, dhe të gjitha këto me pak fjalë, juve i keni atje, dhe më pas do shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin tuaj për çdo gjë që juve ju intereson, dhe më pas do flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë, duke parë atë butonin atje, e klikoni dhe ndiqni hapat tek Astrologu ju grupulla, dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigje. Dhe për ta që flasim për sa i përket juve që jeni membership dhe bëheni membership, dhe në kohën që nuk po futeni dot në privat, do t'ju shkruajmë neve pa merak, fare, dhe në kohën që ne jemi live, ju shkruajmë në privat dhe juve përgjigjeni për pyetjen që keni dhe pyetje më tepër që mund të merrni përgjigje pikërisht në privat. Prandaj dhe e kemi këta. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, do fillojmë me shenjën e ndryshimeve të mëdha edhe kohës përshtatshmërisë në ndikimet e punës, të karrierës, por dhe udhëtimeve të papritura, që këta janë të shenjës së Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, duket se Dashi ka mjaft gjëra të lëna pezu, por vjen një moment tani, një moment që e zgjidh me mënyrën e vet, sepse Dashi i 10 ditë të parë, që do merret me çështje ekonomike financiare, ka pasur një problem 10 ditë i dytë në fushën e punës dhe ka lëvizur nga i vend pune për një arsye sepse nuk janë erdhur gjërat siç do, është munduar shumë, por koha ka treguar që nuk ka qenë në anën e tij. Por gjithashtu disa çështje të tjera që siç lidhen me ekonominë, lidhen me stabilizime, lidhen me ndryshime të njëpasnjëshme, por çdo gjë është nën kontrollin tuaj dhe e keni dhe si mundësi, sepse nëse flasim për çështjet ekonomike financiare për shembull, ose flasim për disa gjëra që ndryshe e mendoni dhe ndryshe gjykoni, ka gjëra që janë mjaft fantastike në lidhje me punën tuaj, janë disa gjëra që vërtet juve ndryshonin, ndikoni në anën tuaj dhe e keni mundësinë për ta stabilizuar. 10 ditë i tretë, edhe pse është në çështje në punë të rëndësishme dhe për një moment apo për tjetrin nuk ka arritur që të stabilizojë gjërat ashtu siç do, por unë di të them këtë që është një mundësi shumë e mirë tani e tutje ku gjërat do jenë shumë herë më mirë për sa i përket këtyre shenjave, sepse kanë dhe momentin, kanë dhe mundësinë e artë për të zhvilluar, ndryshuar gjërat në kohën më të mirë të mundshme. Të 30 digët në fushën e karrierës së tyre, për ata që janë në diasporë dhe presin një dokument, edhe pse do vonohen pak, por janë vonesa të pritshme, por jo diçka problematike. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është një periudhë që për juve është pak e vështirë, sepse e prisni ndryshe vijnë gjërat, por koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, por sidomos në ndikimin më të madh që ka të bëjnë të shenjës së Dashit, ditët më të mira dhe orët më të përshtatshme nëse duan të nisin diçka e kanë pikërisht ditën e hënë, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 13. 10 ditë i dytë që është gjatë gjithë ditës mund të ketë mundësi në orën 9 të mëngjesit për kontrata të rëndësishme ose mund të bëj bisedime, udhëtime që ka 10 ditë i tretë është e mundur të rregullohet dhe të stabilizohet,
por në vëmendjen tuaj, në lidhje me punën tuaj, ose diçka që mund të jeni pak të mërzitur se nuk keni dalë të ku duhet, momentet keni pasur momente të vështira dhe nuk e keni zgjidhur akoma, por kjo mbetet për të parë për arsyet e punës suaj, për arsyet të gjërave të mëdha që keni, por gjithsesi është koha dhe momenti më i miri dhe më pozitivi i që ndonjëherë në këtë drejtim, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt, por për të gëzuar. Në fushën e dashurisë, këtu mund të themi shumë gjëra për arsye të çështjeve dhe kohës ju e keni, duke pasur parasysh shenjës së dashit, kanë lidhjet afatgjatë që kanë bënë në dash peshore të 10 diçit parë. Të 10 diçit të dytë, dash ujor kanë indikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në lidhje dhe në ndryshime të mëdha që ata kanë dhe nisin. Kurse ndikimi më i madh dhe më pozitiv i të 10 diçit të tretë është dash binjak. Po ta vini re, këto shenja janë mjaft të ndikuara mbi atë që ata kanë, mbi atë që ata dëshirojnë t'i realizojnë në kohën më të mirëpushme, në kohë reale, do ta thosha unë, sepse edhe kjo periudhë është një nga periudhat më të mira në plan parë, si doni t'i stabilizoni familjen tuaj, por në anën tjetër janë shumë të vështira, prandaj do të lodheni shumë, por kjo lodhje ka për t'ja vlerësuar sepse ja keni bërë hizmetin në gjëra të mëdha që do të keni dhe mundësi të arta që do vinë për juve të kësaj shenje. Edhe pse një udhëtim bashkim familjar nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim, ka për të qenë me pritqap të 10 diçit të dytë, ku ka një indikim shumë mirë, ka një nga pozicionet e planeteve dhe mundësive të arta që juve do të keni tani tutje dhe nuk ka vend të shqetësuar në këtë aspekt, por gjithashtu është një nga kohrat më të mira dhe tepër pozitive për juve të kësaj shenje. Të shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, por njëkohësisht edhe shumë të lodhshme në ekonomi dhe në ndryshime të mëdha që do të ketë në ekonomi, në punë, por edhe i çështje gjyqësore që shtyhet ose merr fund, që këta janë të shenjës së Demit. Për sa i përket juve të kësaj shenje, duket se kjo periudhë, nga do që të flasim, si do që të themi, është momenti, është koha më ideale e që ndonjëherë në lidhje me disa ndryshime, që këta ndryshime momentale, këta ndryshime që vërtet i keni mundësit, vërtet keni gjëra që doni të nisni për sa përket punës dhe për sa përket disa ndryshimeve që vinë tek juve, por një kujdes të veçantë do të bëni juve të kësaj shenje, sepse duke pasur parasysh shenjës së Demit. Shenjës së Demit duket se 10 diçi i parë që do të merret shumë me një punë të dytë. Edhe pse nuk e ka akoma gati, ka biseduar, por nuk po e zgjidh akoma, jeni drejt zgjidhjes të këtij problemi, drejt zgjidhjes së problematikave të ndryshme që mund keni, drejt çështjeve më madhore që mund keni, por është e mundur, është mundësia që juve t'i rregulloni gjërat dhe t'i arrisni qëllimin tuaj, sepse nga kjo periudhë, nga koha që juve keni pasur çështje të lëna pezull për një arsye apo për një arsye tjetër, puna dhe ndryshimet të mëdha që keni tani atutje, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, sepse i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet problematike, për të zgjidhur gjëra që juve keni lënë pas dore dikur dhe është një nga momentet më të arta që keni tani, momentet më të mira për sa i përket punës dhe karrierës, për sa i përket çështjet vendimtare që juve do të merrni, se lidhet me punën aktuale, lidhet edhe me disa ndryshime që do të keni tani atutje. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, sepse 10 ditë që i parë gjithmonë është një hap para sa çfarë ndodh, por ka diçka tjetër në anën e punës së tyre, 10 ditë i dytë. 10 ditë i dytë do ndryshoj komplet strukturën e vet në punën e tij. Nëse është në punë shteti, do të thotë do lëvizni nga një vend pune, do shkoni në një vend tjetër, por është në favorin tuaj dhe jo problem. Por në një farë mënyre duhet që juve të jeni sa më të qartë dhe sa më pak të dinë të tjerët, aq më të lumtur do jeni juve, sepse duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të ndikuara. 10 ditë i dytë që e ka këtë, ka qenë mjaft përpara, por tani është pak a shumë i sforcuar
në punë për arsye ekonomike, për arsye sepse shumë gjëra po në një kohë shpenzimet në krahun tjetër mundohen që të jenë me korrekt me punën dhe me gjërat e tjera, por nuk po arrin dot, por gjithsesi është një periudhë që vërtet tani për tani keni kohën tuaj, keni momentin tuaj, momentin e artë, do ta thosha unë, në fushën e karrierës suaj, në fushën e ndryshimeve të mëdha që mund të keni në fushën e punës suaj. Në lidhje me dhjetëdijën e tretë, edhe pse për juve që jeni në vende kyçe, për juve që keni të bëni me udhëtime ose vendbanime ndryshime, po është një nga mundësitë më të mira tani e tutje, dhe kjo do të thotë që vërtet kjo periudhë është e juaj, ju përket në fakt për sa i përket këtyre gjërave, dhe është një nga momentet më të mira të mundshme. Ekonomi, stabilizim, ndryshim, marrje vendimesh të rëndësishme. Të 30 diçët kanë kohën edhe përkatësisht në ekonomi që e kanë të stabilizuar dhe nuk e diskutojnë, nuk e vënë ndryshim. Pikërisht në këtë javë të fundit të këtij muaji kemi disa orë të rëndësishme të ditëve të javës. Kemi ditën e hënë. Dita e hënë mjaft pozitive për juve të shenjës së Demit për të 30 diçët, sidomos nga ora 9 deri në orën 14, nëse keni mundësi për të bërë takime të rëndësishme mbi punën tuaj dhe karrierën. Nëse keni mundësi, doni që të bëni diçka të rëndësishme, bëjeni, sepse ka për t'ia vlejtur. Në ditën e mërkur. Dita e mërkur është një ditë mjaft ndikuese për sa i përket punës suaj, për sa i përket karrierës suaj, dhe kjo do të thotë mbas orës 12 mund bëni takime dhe bisedime. Ditën e premte, që është një ditë e juaja, dita e afërditës dhe shenjës së Demit, ku ka një mundësi shumë mirë e gjithë dita juve që keni për të aplikuar, për të bërë dokumentacione, ku diun rastet e tilla e keni mundësinë dhe mund ta realizoni. Në fushën e dashurisë, juve të kësaj shenje duket se lidhjet që kanë bënë me dem peshore të dhjetëdijës parë, dem peshk të dhjetëdijës dytë, dem luan të dhjetëdijës tretë, ku është një nga mundësitë më të mira, dhe koha që ka treguar është në pozicionin më të mirë të mundshëm tani e tutje, sepse ky moment është momenti mjaft pozitiv dhe tepër ideal në zhvillime dhe në ndryshimet që do të keni. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar. E gjithë java është shumë e lodhshme, por do t'ja dilni sepse keni një as në mëngë. Qetësinë në çështje të vështira ju jep mundësinë dhe energjinë e duhur për të bërë ballë çdo stuhie që mund të kaloni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet të bëni punën të shkëlqyer, bëni gjëra mjaft ideale për të ardhmen, por edhe pse ju sabotojnë, por juve ecni drejt atje ku keni vendosur piketat, keni për t'ja arritur, që këta janë të shenjës së binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët duket se kjo periudhë do t'ju duket një periudhë disi e vështirë në fakt, por binjakët, meqense ndikimet që kanë të bëjnë momentet dhe koha tregon që juve keni durimin mjaft të fortë, dhe kjo do të thotë që me kalimin e kohës do keni shumë mundësira për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra që të pazgjidhshme, me lodhje, me kohën, me punën, me karrierën, me ndryshimet e tjera që do të vinë tani tutje. Por kjo periudhë është një periudhë që vërtet jep mundësinë, jep verdiktin e së ardhmes për të nisur gjërat ashtu siç doni juve, për të arritur qëllimin tuaj. Meqense kjo është një mundësi e mirë për punën tuaj dhe për çështjet më madhore që keni, dhe nuk ka pse të shqetësoni për gjërat vogla, them unë, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë, ndikimet që keni, favorizimet që ju jepen, periudha që juve keni, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë drejtim, sepse duke pasur parasysh edhe kohën, por dhe momentin e duhur. Momenti i duhur do të thotë që keni mundësinë, keni kohën, keni punën, keni dhe ndryshimet e mëdha që ka të bëjnë në fushën e karrierës suaj. Në lidhje me disa takime, disa bisedime, janë mjaft të mira, sepse zgjidhni problemin tuaj, sepse zgjidhni gjërat e pazgjidhura, por njëkohësisht jeni shumë
pozitiv në anën tjetër të punës suaj, të karrierës dhe jo vetëm. Dhjediçi i parë i shenjës së binjakëve që do merret me udhëtime dhe një çështje që nuk e ka zgjidhur, çështje dokumentacioni mund ta thosha këtë unë, por kjo lidhet edhe me disa gjëra të tjera ku juve keni pasur dhe ndikime të mëdha në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por edhe të çështjeve të tjera që do të keni. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është pak e vështirë, por për juve nuk ka vend për të shqetësuar sepse ja keni arritur qëllimin tuaj dhe doni që tani për tani të nisni disa gjëra të reja në lidhje me punën tuaj, në lidhje me çështjet e karrierës, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme, edhe pse gjërat janë të vështira dhe nuk e keni arritur akoma për sa i përket punës, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket gjërave që vërtet tani për tani mund të ndikoheni, por meqense juve jeni pak a shumë duke u menduar se çfarë doni të bëni në ekonomi, çfarë doni të bëni në gjëra të tjera që për sa i përket informacioneve që vijnë drejt jush, ka diçka shumë të madhe në anën e biznesit dhe të karrierës. Kurse në çështje shpirtërore, ajo që do të jetë, domethënë në lidhje me dhjediçin e parë të kësaj shenje ka të bëjnë shumë me virgjëresh. Kurse të dhjediçit të dytë, në lidhje me një çështje ligjore që ka pasur disa probleme, por kjo është e zgjidhshme, do thosha unë nuk ka problematik fare, sepse e zgjidhni. Të tre dhjediçit kanë bëjnë shumë në fushën e dashurisë, siç është binjak peshk, binjak virgjëresh, binjak akrep. Binjak akrep është një mundësi shumë e mirë sepse një shej ajri me një shej uji sado kanë përplasje, sado kanë grindje, po janë grindje dashurie. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi shumë e artë në gjërat që juve doni të bëni. Në fushën e punës suaj ose keni për mos kontrakt, kjo javë ka shumë për të thënë. Ditën e hënë. Dita e hënë është një ditë shumë e rëndësishme për juve dhe ka të bëjë shumë me ndryshime, me takime, me vendime të mëdha që merrni, por gjithsesi shikojeni pak gjërat, mos e lini pas dore. Ditën e mërkurë, ku është dita juaj, është dita më me fat për nisma të reja, për ndryshime të mëdha. Por mos harroni, sepse ditën e diel të datës 31 ka diçka shumë të madhe, ka diçka shumë madhe pozitive, ekonomike, financiare, sepse jo vetëm kaq, por do shikoni gjërat të ndryshojnë në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të biznesit, sepse vërtet juve keni mundësi, vërtet juve jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme, qëllon që përfundimi i muajit, përfundimi i javës, që jep mundësi dhe verdiktin perfekt për ekonominë dhe për ndryshimet të mëdha që do të keni gjatë gjithë javës, por këto janë ditët më të mira, pra dita e mërkurë, por dhe dita e diel është një nga ndikimet më favorite për juve të kësaj shenje. Edhe pse disa gjëra që janë mjaft pozitive në lidhjet afatgjatë që mund të them unë, ka të bëjnë edhe binjak peshk, binjak virgjëresh, nëse doni të bëni një bashkim familjar ose një njohje, ta ktheni në lidhje serioze, është momenti juaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme për nga çështjet ekonomike, nga çështjet që kanë të bëjnë me vendosmërinë dhe ndikimin e madh ekonomik dhe lajme pozitive në punë, që janë gaforet. Për sa përket gaforeve, për gaforet duket se kjo periudhë na mëson shumë gjëra në lidhje me takime pune, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që mund të kemi, për sa përket punës aktuale, për sa përket disa gjërave që neve mundohemi shumë për të arritur qëllimin ton, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që ndash nga ndikimet ekonomike financiare, ndash nga çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale, por dhe një ndryshim shumë të madh që lidhet me fushën ekonomike financiare, lidhet me disa ndikime, dhe disa ndryshime të njëpasnjëshme që do të keni, por është një periudhë tani në lidhje me ndikimet, në lidhje me punën, por pa pasur në një diçka të rëndësishme problematike, do të thonë, sepse kanë mundësi punë dhe duket se keni të bëni me fushën e karrierës, keni të bëni me fushën e biznesit tuaj, por një kohësisht, edhe pse është momenti, është koha që juve do të ndryshoni
taklin, mundësin dhe periudhën për sa i përket gjërave të mëdha që do të bëni. Gaforja e 10 ditë të parë, edhe pse do merret shumë me dokumentacione, por juve që jeni në diasporë, jeni në Itali për shembull, jeni në Greqi dhe doni të lëvizni nga Italia për në Gjermani. Është një kohë shumë e mirë kjo javë, edhe pse e vështirë, 10 ditë i parë ka një ndikim shumë të mirë në këtë aspekt, por të 30 ditë që kanë mundësi për lëvizur në këtë ndikim, sepse për hir të hënës së plot që ndodh në Boshnjë Binjak shqiptar do t'ju japi mundësi dhe guvernatori juaj që është një nga momentet dhe mundësitë më të mira dhe më të arta në këtë aspekt, prandaj bini pas mos e lini pas dore, sepse këto gjëra janë mjaft favorite, këto gjëra janë shumë të rëndësishme për punën, janë shumë të rëndësishme për gjërat që do të keni, mundësitë që do t'ju jepen dhe shumë gjëra të tjera do t'i shikoni gjatë rrugëtimit tuaj. 10 ditë i dytë i shenjës së Gafores, edhe pse ka të bëjnë me një problem, një pasuri të paluajtshme, 10 ditë i dytë. Mirë po, pasuri të paluajtshme do të bisedoni me njerëzit e juaj, me rrethin tuaj familjar, sepse kjo lidhet shumë me këto gjëra, lidhet shumë me këto çështje, por megjithatë është dhe koha dhe momenti më pozitiv, dhe momenti më perfekt, do ta thosha kështu, në lidhje me këto çështje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse e gjithë gama e punëve, ndryshimeve, ekonomisë, e ndryshimeve të tjera që do të keni tani tutje, është nga momentet më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, por dhe një mirë arsye ka për sa i përket asaj çka jemi, asaj çka kemi në fusha të ndryshme të punës tonë. Por gjithashtu është një moment mjaft i mirë, surprizues, nëse do ta marrim kështu, për anën ekonomike, për punën dhe për ndryshime të tjera që do të keni, sepse të janë ndryshime nuk janë momentale, por janë ndryshime vendimtare për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit të madh që do të keni tani tutje. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi mjaft e mbar për juve, sepse 30 ditët kanë mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja dhe gjëra të tjera. Megjithatë, 10 ditë i tretë duket se me blerjen e një pasuri të paluajtshme do ketë një gëzim shumë të madh në familjen e tyre. A është një çështje penale jashtë në diasporë dhe përfiton për fajsinë, ose një çështje ligjore me punën, nuk e marr parat, ose një ndryshim që do të bëni, një shitje që do të bëni biznesi, kjo varet në individ pastaj ku ndodhin fenomenet, por e ka 10 ditë i tretë. Ndikimet më të mira të kësaj jave për juve të kësaj shenje ka të bëjnë shumë dita e hënë nga ora 9 deri në orën 1, ka një ndikim shumë të mirë sepse lidhet shumë edhe me ndikimet planetare, por lidhet edhe me ndikimin e hënës, pra guvernatorin tuaj. Kemi ditën e martë, ku Marsi për shpejtimi i ndryshimeve dhe një trekëndës që ndihmon në këtë aspekt kur e keni mundësinë për sa i përket punës suaj dhe karrierës. Ditën e njëjtë për juve që jeni tregtar, është koha më e mirë e mundshme sepse e zgjidhni për sa i përket punës, e zgjidhni me mënyrën tuaj më të mirë të mundshme në lidhje me çështjet e gjërave dhe të biznesit dhe jo vetëm. Kurse për sa i përket ditës së premte, ditës së shtunë, ditës së diel, janë ditët më të mira dhe më perfekte sepse keni të bëni shumë me gjëra të mëdha, keni të bëni shumë edhe me ndryshime të tjera që do të vinë drejt jush. Një nga ndikimet e dashurisë dhe mundësisë së madhe që do të keni ka të bëjnë shumë gafore bricap, gafore dem, gafore peshore sidomos është një nga periudhat më të mira, periudhat që vërtet ju japin mundësinë dhe kohën e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që do të keni tani tutje dhe janë mjaft pozitive dhe tepër korrekte nga ana juaj, sepse kjo është koha, ky është momenti më i mirë i mundshëm për juve të kësaj shenje. Prandaj bini pas. Edhe pse bashkimin familjar keni pasur një problem, e keni zgjidhur tani që është me shenjen e dashit të 10 ditësh të dytë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet ka ndikimet dhe reputacioni i tyre merr vendin që i takon dhe e drejta triumfon në lidhje me punën aktuale, në lidhje me shumë gjëra të rëndësishme mbi anën ekonomike, mbi punën dhe mbi disa ndryshime të vogla që mund të jenë duken tani, por janë shumë të mëdha për të ardhmen. Ekonomia, familja dhe dashuria, që këta janë luanët. Për sa përket luanëve, luanët duket se kjo periudhë ka një hark kohor në muaj që do vinë, por duke filluar nga kjo javë, është një nga mundësitë më të mira
për sa i përket punës, për sa i përket gjërave madhore, se juve nga njëra anë mund të keni mundësi, për shembull, për të zgjidhur një problem pune, keni pasur një problem, këtë problem mund të ketë pas 10 ditë i parë i shenjës së luanit. Ose keni marrë një biznes me qera dhe këtu keni pasur një problem, e ka 10 ditë i parë, mos ngatarrohemi. Dhe këtu do të thotë që e zgjidh brenda kësaj jave. Sidomos dita e hënë shquhet shumë për juve dhe dita e diel, që është dita e diellit, ku merrni pjesë dhe juve, ka një mundësi shumë të mirë kjo mbi zhvillimet, ndryshimet të mëdha që vijnë drejt jush edhe mundësi që do të keni. Por kjo do të thotë që vërtet e keni mundësi dhe kohën e duhur, megjithatë tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar në lidhje me gjëra që do të keni, në lidhje me atë që çka un jam, çka dua dhe ku do të shkoj. Është një nga periudhat më të mira, një nga periudhat më perfekte të qenë ndonjëherë dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me ndikimet e punës apo disa gjëra tjera që keni lënë pas dore në lidhje me punën aktuale që keni pasur probleme. 10 ditë i dytë, edhe pse për juve që jeni në jashtë në diasporë dhe prisni për të marrë punë të dytë, mirë po këtë punë nuk e keni marrë akoma për një mirë arsye do thosha unë, por megjithatë vjen një moment tani, vjen një moment mjaft i mirë, një moment i rëndësishëm për juve, sepse koha, periudha, ndryshimet që vijnë dhe koha është mjaft e mirë dhe është surprizuese në lidhje me takimet, në lidhje me bisedimet, në lidhje me ndryshimet sidomos, i keni të gjitha mundësit, sepse kjo periudhë është e juve, ju përket juve në anën e ekonomisë. 10 ditë i tretë, dhe shikoni dhe vete do më kujtoni, ka të bëjë shumë me një çështje kredie. Kjo kredi merret si pikë reference për të bërë ndryshimin e madh, për të arritur qëllimit, për të arritur në fushën e karrierës suaj, të punës suaj. Mirë po, tani për tani, bëni pa kujdes, ndryshe mund të flasin të tjerët dhe ndryshe mund të flisni ju. Por unë ju them këtë tjetrën, që vërtet kjo periudhë është periudha që juve ju nxit disi për të arritur në finish, për të arritur në lidhje me anën ekonomike, për të arritur në lidhje me punën tuaj, në lidhje me disa gjëra shumë herë më të rëndësishme dhe më ndikuese në anën tuaj, në pozicionin e planeteve dhe të kohës juve keni, sepse është koha juaj më e mirë e mundshme e stabilizimit. Juve keni një mundësi shumë mirë tani, edhe pse me vështirësi janë bërë gjërat të 30 ditësht, por unë ju them që tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar në lidhje me gjërat që do të keni, në lidhje me vendimet që do të merrni. Kjo javë për juve të shenjës së luanëve ka të bëjnë shumë dita e mërkur. Është një ditë fantastike, nuk e heq asnjë presje, mundoni që të zgjidhni disa probleme të lëna pezull. Dita e premte është dita shumë e mirë, sepse është dita e lidhje me bankat, nëse keni probleme mund t'i zgjidhni. Dhe dita e diel është një nga ditët më të mira, bini pas sepse përgatituni për ditën e hënë, përgatituni për gjëra të mëdha, do merrni dokumente, do merrni një lajm shumë të mirë gjatë gjithë kësaj jave, sepse lidhet me dashurinë e munguar. Një lidhje keni pasur me ujor, jeni ndarë për një arsye apo për tjetrën, bashkoheni dhe kjo është ajo gëzimi më i madh që keni. Por dhe në dashuri, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor, kanë të bëjnë me shigjetar, kanë të bëjnë me dem, kanë ndikime shumë të mira, kurse me peshorët e 10 ditët parë ka një ndikim shumë të mirë dhe kjo do thotë që mund ketë një njohje që mund kthehet në lidhje serioze apo bashkim familjar, ju e keni në diasporë, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që mjaft ndikuese dhe rregulluese, stabilizuese në ekonomi, në dashuri dhe në familje, që do thotë Virgjëresha. Për sa i përket shenjës së Virgjëreshës, meqenëse se Virgjëresha duket se tani e tutje është mjaft e ndikuar në lidhje me ekonominë, lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha në anën tuaj, por megjithatë është një nga kohrat më të mira të mundshme, një nga ndikimet, sepse Virgjëresha nga njëra anë mendon, gjykon, rregullon, por në anën tjetër të tjerët ndikohen shumë në këtë
drejtim. Megjithatë, virgjëreshat duket se kjo periudhë është e juaja dhe pikërisht tani për tani, sado që gjërat janë pozitive, sado që gjërat ju e keni mundësinë, por në anën tjetër nuk po gjini qetësi për disa çështje të lëna pezull dikur, por mos u shqetësoni, sepse tani për tani kjo është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë në ekonomi. Lidhje me disa ndryshime shumë të mira që do të keni tani e tutje, por nëse keni mundësinë, themun, mos u nxitoni, dhe dhjetiçi i parë i kësaj shenje, sepse ka disa gjëra që për sa i përket arsyes në ekonomi, juve ndryshoni shumë gjëra në jetë dhe përkatësisht tani për tani është momenti juaj, është një kohë e përshtatshme të dhjetiçit të parë dhe të dytë për sa i përket një udhëtimi që do të bëjnë. Mirë po, ky udhëtim duket se do ketë shtyrje, po me që se ka shtyrje, kjo nuk do të thotë që është problem. Është diçka që juve e lidhni me të ardhmen e afërt. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe unë e them të madhe këtë gjë. Prandaj mos mu shqetësoni fare në lidhje me anën e pozicionit të planeteve dhe kohës, sepse gjithmonë i keni mundësitë dhe periudhën e duhur për të nisur gjërat aty ku i keni lënë. Por megjithatë, kjo periudhë është e juaja dhe nuk e diskutojnë, nuk e vë dyshim për 1000 arsye, duke pasur parasysh dhe kohën tuaj, atë momentin e artë që ju e keni dhe është mundësia juaj më e mirë e mundshme. Të 30 diqët kanë dhe ndikimin më të madh sepse pikërisht kjo javë është e gjithë java që është mjaft pozitive, por në anën tjetër duket se i keni dhe mundësitë e arta për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të tjera që do të keni ose mundësitë e arta që vijnë tani e tutje për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, sepse lidhet shumë me karrierë, lidhet shumë me disa takime, me disa bisedime. Bisedimet janë në anën tuaj, por megjithatë kjo është një periudhë që kërkon veprim në ekonomi, në lidhje me disa ndryshime të mëdha financiare, por gjithsesi ditët që kanë të bëjnë, këtu keni kujdes për sa përket virgjëreshave, është këtu është për kujdes, jo për ditët ose orët e mira, kujdes do të bëni ditën e hënë nga ora 7 deri në orën 11, ditën e premte nga ora 5 deri në paradite deri në orën 9 e 10 dhe ditën e shtunë në orën 6 deri në orën 9 mbasdite, 18, pra ora 18 deri në orën 21. Këto orare janë paksa të vështira sepse është mirë që kush është më e mira, të debatosh apo të tërhiqesh, apo të jesh i qetë vetëm të dëgjosh. Logjike të dëgjosh, jo të debatosh. Prandaj mundoni që të jeni shumë korrekt. Kurse në orët e tjera janë mjaft pozitive e gjithë java ka mundësinë dhe kohën e dur. Gjithashtu në dashuri duket se kemi të bëjmë ndikimin me virgjëresh të dhjetiçit parë me ujor të dhjetiçit tretë. Kemi virgjëresh të dhjetiçit dytë me binjak të dhjetiçit të tretë. Kemi virgjëresh të dhjetiçit tretë me shigjetar të dhjetiçit tretë, ku është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv për të arritur qëllimin tuaj. Nëse keni mundësinë, mund t'i rregulloni, t'i stabilizoni një herë e mirë dhe mos u shqetësoni fare në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet jeni me shumë fat, vërtet keni pasur probleme dhe të pasgjishme, po vjen momenti i zgjidhjes së problematikave, vjen momenti i dyshimit dhe i ndryshimit të madh që do të bëni në fushën e karrierës. Që jeni peshorja. Dyshimi dhe ndryshimi. Pse dyshimi? Dyshimi se dyshoni. Keni bërë një kontratë shumë të rëndësishme, ku të tjerë nuk e kanë mbajt. Ndryshimi më i madh se do nisni diçka të re. Dhe kjo e reja ju bën tani që të tjerët të flasin për juve. Punë e madhe. Shumë mirë bën. Keni një kohë shumë të rëndësishme tani. Jo se keni juve për të një problem ose nuk keni zgjidhur disa çështje të pazgjishme për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave të mëdha që keni pasur.
është një nga momente tani, zgjuarësia, maturia, korrektësia. Po, lidhje me korrektësinë, keni disa ndryshime shumë të mëdha tani tutje, ku këto ndryshime vinë si për fat mirë, e keni pasur dhe do të keni mundësinë që të zgjidhni gjërat aty ku juve dëshironi. Është kjo periudhë, është ky moment. Është momenti i artë, sepse me kalimin e kohës, me ndryshimin që do të keni, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me takime, në lidhje me bisedime, në lidhje me pozicionin e planeteve, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për arsye të punës suaj dhe të gjërave të dhëditshit të parë të kësaj shenje, është në anën më të mirë të jetës vet, sepse në lidhje me punën ka një punë shumë të mirë. Mirë, po të tjerët e din këtë dhe japin një mundësi plus që të vinë të punojnë tek ne. Ose në dy punë. Kjo dy punë nuk është realizueshme, do të thosha unë, e kam të domosdoshme Jorgo thua. Po bini nuk lidhe edhe me kontratë, dhe kontratë jetë, një kontratë e vlefshme, jo në letra, por në të vërtetën, sepse do thua në juve letrat nuk të mban autoriteti, e të mban e drejta, të mban njerëzillëk, kur nuk ka tjetër njerëzillëk, atëherë këtu ndryshojnë gjërat. Por gjithsesi, mundoni që t'jeni sa më korrekt me veten tuaj, pastaj gjërat e tjera vinë vetë. Ditët, sepse puna është aja dhe zhëja për juve çështje bashkëorës, kurse ditët në fakt të pozitiviteti në orët të ndryshme të javës, që keni ditën e hënë, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 12, bëni takimet, mundoni t'i mbyllni. Ditën e martë nga ora 6 deri në 6 e mëngjesit deri në orën 4 mbasdite. Është diçka shumë e madhe në orën 16. Ka ndikime shumë të mira sepse edhe planetet ndihmojnë në këtë aspekt. Në ditën e mërkurë, ditën e enjte, janë dy ditë shumë të mira për sa i përket çështjeve bankare, tërheqje ose gjëra të rëndësishme për punën dhe për ndryshimin tuaj në lidhje me punën ose me shitblerje, do ta thosha unë, dhe ditën e shtunë dhe diel, nëse keni alizhverisht, në thojsa për sa i përket punës, për sa i përket paras, për të dhënë disa para në anën ekonomike, keni bërë një blerje dhe keni një pjesë parash për të dhënë, mbyllni tani, sepse kjo hënë e plot në Boshnin Binjak shigjetar jep dhe recital, pra ka diçka shumë të madhe, ka diçka shumë pozitive, prandaj bini pas. Në fushën e dashurisë duket se lidhjet afatgjat kanë të bëjnë me peshore dash, peshore luan, peshore bricjap njëherë nuk e diskutoj unë sepse është diçka shumë e madhe dhe kjo ju ndihmon jashtë juve për të nisur një rrugtim të ri, për të bërë diçka të re në jetën tuaj. Dhe kështu që kjo do të thotë që është një nga mundësitë më të mira të mundshme për sa i përket zgjidhjes, për sa i përket problematikave të ndryshme që juve do të keni në jetën tuaj, do të keni në atë çka juve e prisni për të realizuar, sepse një nga mundësitë ekonomike financiare është dhe momenti më i mirë i mundshëm i ndonjëherë. E përgjithshmja duket se në lidhje me dokumentacionet, në lidhje me ambasadat, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë është e hëna, e mërkura, e njëjtja, nëse juve e keni një mundësi të tillë mund ta realizoni dhe të dini fituar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që mjaft vështirësi ka kaluar, shumë gjëra ka ndërmend të realizoj dhe atje ku pretendon do të shkojë. Që këta janë akripët. Akrep të dashur, duket se pikërisht kjo javë është javë vullneti, është javë ndryshimesh. Për sa i përket juve, dhjetëdiqi i parë i kësaj shenje, pra të shenjës së akrepëve, do të jepet një mundësi shumë e mirë për sa i përket punës aktuale, për sa i përket disa gjërave që vërtet juve i keni të gjitha mundësit, por në anën tjetër, tani për tani, mund të mos jeni të kënaqur për arsye të çështjeve financiare dhe disa vendimeve që mund të merrni, por këto janë vendime
kalimtare, do ta thosha unë, jo se ka diçka që nuk shkon ose diçka që është problem mbi disa ndryshime, për shembull, ndryshime ekonomike, ndryshime këto janë surrogata, do thosh unë, kalimtare, nuk lidhet fare dhe pse çfarë të flasim ndaj jush, këto janë fjalë në ajër, ujin hava them unë. Por gjithsesi, Dhjediqi i parë do jetë më i kujdesshëm në bisedime që do të bëjnë, sepse disa gjëra që nuk keni pasur, nuk keni fajin ju, se juve keni bërë shumë, por të tjerët për juve nuk kanë bërë dhe kërkojnë edhe gjëra qiqranhell them unë. Mos u shqetësoni fare sepse kjo periudhë është në anën tuaj. Keni mundësinë për zgjidhur çështje problematike, keni mundësinë për të arritur qëllimin tuaj, sepse tani e tutje disa çështje të mëdha që kanë ngelur para disa kohëve, keni lënë pas dore. Ky moment është tani, është momenti më i mirë i mundshëm për ekonominë, momenti më i mirë i mundshëm për të arritur qëllimin tuaj në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, sepse për karrierë juve jeni mjaft të ndikuar dhe shumë pozitiv në ndryshime të mëdha që do vinë tani e tutje. Prandaj kjo periudhë është periudha që do thot stabilizimi ekonomiko-financiar, do thot mundësi, do thot kënaqësi, sepse në vazhdimsi të punës, të karrierës, të ndryshimeve, të takimeve që do të keni, dhe kjo është ana juaj, është pozicionimi i planeteve që do të japin të gjithë mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problemet. Një nga mundësitë që do të keni, disa periudha që ndodhin fenomenet për arsye të gjërave, Dhjediqi i tretë do të jetë pak i kujdesshëm në punë, sepse do t'ju jepet një punë e re, por kjo nuk është e paditur për juve. Si juve e dini në fakt, por ata kujtojnë se juve do të nxirrni nga situata e vështirë që ata janë futur, por këtu mos hyni, sepse është pak që djeg. Edhe bini në grackën e paditurisë për ata, si juve e dini, por nuk mund të neni do të para që juve do punoni. Prandaj keni pak kujdes te këtë aspekt. Kurse, për sa i përket gjërave që lidhen, se kjo ka të bëjë dhe me ndryshime të tjera, që lidhen me anën ekonomike, lidhen me anën, këtë janë ditë shumë të mira, sidomos për shembull, presupozojmë ditën e hënë, e gjithë dita është perfekte për juve. Dita e martë para dite, dita e enjte mbas dite, dita e premte e gjithë dita, dita e shtunë takime, bisedime dhe lajme shumë të mira, dita e diel marrje vendimesh për javën që vjen. Në fushën e dashurisë, edhe pse me probleme që keni pasur juve, me akrep binjak, akrep dash, akrep luan është një periudhë tani që do shikoni dhe vetë për gjëra që do të ndikojnë, do të diktojnë për juve, por mos mu shqetësoni fare, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të mira dhe më të arta të qenë ndonjëherë, sepse e lidhni dhe e veproni ashtu siç juve dëshironi për kohën tuaj, për momentin tuaj më të mirë të mundshëm tani e tutje. Kjo është koha, kjo është mënyra më e mirë e mundshme për të stabilizuar gjërat dhe për t'ja arritur qëllimit tuaj. Në lidhje me anën që ka të bëjnë me një udhëtim, do prisni pak, nëse juve keni mundësinë që ta shtyni për një moment tjetër, do jetë koha më e mirë dhe më pozitive për juve, sepse duke pasur parasysh edhe pse kjo periudhë është periudhë mjaft ndikuese, vepruese, por gjërat janë në anën tuaj. Dhe një nga mundësitë që keni tani e tutje, është edhe periudhat që ndodhin fenomenet, është edhe koha që juve keni, por meqense është një moment mjaft i mirë tani e tutje, mirë është të shikoni disa gjëra dhe të lini pas dore, mos u nxitoni, sepse këto nxitime mund t'ju prishin shumë ekuilibra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, por gjithsesi është një moment mjaft i mirë në vazhdimsi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që tani për tani ka qenë trekje mos e kput, vjen një moment tjetër që rregullon gjërat ashtu siç do, dhe në ekonomi ka stabilizime, në dashuri ka përkujtime dhe ndikime të reja dhe vazhdimsi. Gjithashtu, dokumentacione të zgjidhura, që këta janë të shenjës së shigjetarëve. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani për tani
kanë pasur shumë gjëra të rëna pezull në lidhje me punën e tyre, në lidhje me karrierën sidomos, por këtu duket se kjo periudhë është një periudhë ku çdo gjë matet me të ardhmen, matet me të tashmen dhe e mesmja e ardhe me të tashmen është momenti. Çfarë bëni tani, e vendosni tani, keni arritur majet për atë ku dëshironi ju. Dhe kjo është një nga ndikimet më të mira, është mundësitë që do të jepen tani e tutje, është një kohë, një periudhë që vërtet është ideale dhe është mjaft favorite mbi gjërat që kërkoni dhe doni të realizoni. Është një kohë që juve pak a shumë i keni pasur disa probleme të lëna pezull, disa çështje që vërtet tani për tani kjo periudhë është e juaja dhe është një nga mundësitë dhe koha e duhur, sepse për zhvillime, për ndryshime, për momentet që keni nga anët më pozitive të qenë ndonjëherë që është tani e tutje dhe është një kohë që vërtet juve e dini shumë mirë se çfarë do të bëni në punën tuaj, çfarë do të arrini në anën tuaj dhe një nga pozicionimet më të mira planetare që keni tani është koha, është momenti që juve do të shikoni gjërat në ndikimin tuaj më të mirë, edhe pse një ndryshim mjaft i madh që është tani, ndryshimet mjaft mira ekonomike që do t'i shikoni dhe vetë, dhe kjo është një nga pozicionimet e planetare që do t'ju jepet mundësia tani e tutje. Prandaj nuk ka vend për t'u shqetësuar, por për t'u gëzuar në këtë drejtim. Prandaj lini gjërat të ecin vetë, rrjedhin vetë, sepse kjo periudhë do t'ju ndihmojnë dhe keni shumë ndihmesa në një të ardhmen të afërt. Vërtet i keni kohën e dur, keni momentin e dur për të zgjidhur çështjet e pazgjidhshme. Por një mundësi, një kohë e artë që është në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni, janë ndryshime pozitive ekonomike, janë mundësitë që do të keni dhe nga njëra anë do të zbuloni shumë gjëra mbi pozicionimin e planetave që ju jep mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket zhvillimeve, por në anën tjetër është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket çështjeve ekonomike, për sa i përket punës suaj në anën tuaj. Ditët më të mira që do keni juve të shenjës së shigjetarët, orët më të mira, sepse varet nga orët se ditët janë të njëjta, ka të bëjnë ditën e hënë, ditën e njëjtë, ditën e diel. Dita e hënë është mbasditja, dita e njëjtë është dita juaj, dita e Jupiterit, që ju jep mundësinë e gjithë dita, dhe dita e shtunë dhe e diela është përgatitja për sa i përket ndikimeve të mëdha, sepse ndikimi i hënës së plot që ndodh në boshtin binjak shigjetar, pra në shenjën tuaj, kur është një mundësi dhe një kohë që jo vetëm se do të keni mundësinë dhe anën më të mirë të mundshme, por gjërat do t'i shikoni dhe vetë ku do të ndikojnë dhe do të mësoni shumë gjëra nga jeta, ku kjo është një periudhë mjaft e mirë, sepse puna, ndryshimet, mundësitë dhe koha e duhur për gjëra të mëdha që do të keni tani e tutje. Dhe kështu që është një nga mundësitë dhe kohën më të artë që do të keni, prandaj mos lëreni gjërat të vinë vetë, sepse kjo periudhë është e juaj, sepse kjo periudhë ka të bëjnë edhe me mundësitë dhe kohën. Prandaj ka të bëjnë shumë ndikimi i kësaj hëne të plot në shenjën tuaj, pra në boshtin binjak shigjetar, ku juve keni mundësinë dhe ecni dhe shkoni në altar për sa përket punës, për sa përket karrierës. Në çështje që kanë të bëjnë me dashurinë, lidhje që kanë bëjnë shigjetar Luan, shigjetar Peshk, shigjetar Dem, shigjetar Virgjëresh, është diçka shumë pozitive. Kurse me shigjetar Peshk është një ndikim mjaft i mirë, por kjo varet pastaj në individ, nëse keni pasur probleme, keni pasur debate, gjëra që nuk kanë nisur ku duhet, por e përgjithshmja është favorite dhe mundësi të arta që do të keni tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që sado të tjerët flasin, sado që juve jeni munduar shumë të mbushni mendjen të tretëve, por të tretët nuk arrin të t'ju kuptojnë për gjërat që juve keni, për gjërat që juve doni të stabilizoni. Por një mundësi është tani për t'ja arritur qëllimin tuaj, për të parë atë çfarë do të bëni dhe mundësitë të tjera që do të keni tani në këtë periudhë, në këtë fushë, por do të thotë ndikimi, do të thotë favorizimi, do të thotë mundësia, që kjo do të thotë shenjës së bricavëve. Për sa përket bricavëve, meqenëse bricavët
tani për tani nuk mund të themi që kanë pasur disa çështje problematike, kanë pasur disa gjëra që nuk janë rregulluar akoma, por unë them që kjo periudhë është mjaft e mirë në lidhje me ekonominë, është e lidhur shumë me vazhdimsinë. Duke pasur parasysh dhjetëdiqi i parë i shenjës së britësjapëve lidhet shumë me ekonominë dhe stabilizimin, kurse dhjetëdiqi i dytë lidhet shumë me udhëtimet dhe bashkim familjar, kurse dhjetëdiqi i tretë lidhet me ekonominë dhe marketingun ose me tregëtinë. Me tregëtinë sidomos ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt, sepse është momenti i duhur për të zgjidhur çdo gjë të pazgjidhshme. E keni të zgjidhshme sepse është periudha, është momenti perfekt tani e tutje, dhe kjo është një nga mundësitë më të mira që do të keni tani e tutje dhe keni për të arritur qëllimin tuaj. Është kjo periudhë, është ky momenti më i mirë i mundshëm, që duket se në plan parë keni mundësinë e zgjidhjes së problematikave, e zgjidhjes së gjërave të pazgjidhshme, por duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të arta që do të keni, periudhat më të mira që do të realizoni në lidhje me punën tuaj, por megjithatë kjo shenjë është mjaft ndikuese dhe në pozicionimin e planeteve juve ndikoheni shumë dhe keni të gjithë mundësinë e artë për të nisur diçka të re, për të arritur qëllimit tuaj në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Duket gjithashtu sepse çdo gjë mund të arrihet, çdo gjë mund të keni pasur mundësinë e komunikimit bazë juve. Dhjetëdiqi i parë që është mjaft përfitues, numër 1 këtë aspekt, kemi dhjetëdiqin e dytë që do të ketë pak kujdes në lidhje me britësjap gafore, në lidhje me bashkëpunime që do të kenë këta, kurse lidhje me dashurinë ka të bëjnë ose bashkim familjar është britësjap peshore. Britësjap peshore është diçka shumë e mirë dhe shumë e mbar. Nëse do të nisni një gjë tjetër, diçka që e keni ndërmend për të realizuar ekonominë ose ndryshimet e tjera, është momenti më i artë i që ndonjëherë. Ndikimi më i madh që ka të bëjnë pikërisht tani, kemi ditën e hënë, që është ditë mjaft favorite për ekonominë dhe stabilizimin, dita e martë me udhëtime që ka të bëjnë shenjës së britësjapit të 30 dita e njëjte është dita që ku në drek do bëni një mbledhje për ju që jeni në vend e kyçe, do flitet shumë, do stërfliten sa gjëra, punë e madhe. Juve jeni në anën tuaj, në drejtimin tuaj më të mirëtmueshëm. Kemi ditën e shtunë, ku është dita juaj, dita e Saturnit, ku do bëhen bisedime ose një blerje pasuri e paluajtshme. Po bëjeni para se të futet hëna e plotë, sepse hëna e plotë është ditën e diel në shenjën e shijetarit. Pra shijjetar binjak. Po meqense është në radhë të zodiakut, i themi në harkun ose në boshtin binjak shijjetar. E gjithë ndryshimi dhe vendimi që merren, gjithë koha që juve perceptoni në anën tuaj është diçka shumë pozitive dhe tepër ideale. Prandaj bini pas, mos më lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ekskluzive, mjaft ndikuese, rrezatuese dhe mundësi të arta, që këta janë ujorët. Për sa përket shenjës së ujorëve, ujorët duket se tani për tani i keni të gjitha mundësitë, janë mundësi të mira ekonomike, një periudhë shumë pozitive dhe ndikuese në këtë aspekt, sepse kjo periudhë tani për tani ka mundësinë, ka kohën e duhur për nisma të reja. Gjithmonë keni një ndryshim plus, ju gjithmonë jeni në një harë kohor që doni të rregulloni gjëra, doni të nisni disa çështje shumë pozitive, madje kjo periudhë është e juaja, ju përket juve, sepse duket se tani për tani është një moment mjaft kontribues në lidhje me ekonominë, të 30 ditë që kanë një mundësi shumë të mirë tani, një mundësi të artët ju thosha unë, dhe vetëm se dhjetëdiqi i parë i shenjës së ujorit do të ketë një mundësi shumë të mirë për udhëtime që do të ndikojnë jashtëmase nga mesjava. Dhe dhjetëdiqi i dytë që ka të bëjë shumë me vende kyçe në rol drejtues, do të ketë pak kujdes nga disa persona të tretë që mund të flasin drejt juve, por shikojeni detajet dhe mos e lini pas dore. Ke marrë një individ pastaj kur nga vjen burimi i informacionit. Kurse dhjetëdiqi i tretë është shumë i favorizuar në ekonomi, shumë i favorizuar në dashuri dhe në udhëtime. Të 30 ditë që kanë mundësi të artë. Ditët që kanë të bëjnë të shenjës së ujorit
shumë pozitive, kemi ditën e hënë nga ora 10 deri në orën 13. Kemi ditën e martë, ndikimi më i mirë sepse lidhet shumë me uranin, ku një trekëndësh në shenjën e binjakëve ndihmon jashtëmase për zhvillime ndryshime të mëdha. Kurse dita e premte e shtuna e diela janë ditë shumë të mira për të marrë vendime të rëndësishme. Për sa i përket ndikimeve që kanë të bëjnë, mundësitë që jepen tani tutje kanë bëjnë ujor, nëse flasim në dashuri, ujor akrep, ujor dem, ujor gafore. Ujor gafore njëherë është një nga mundësitë shumë herë më të mira dhe tepër pozitive, dhe kjo thot pozitivitetin që juve keni, mundësitë që ju jepen, sepse e keni mundësinë, nuk është se rregullon diçka tani për tani juve, edhe hajde se e nisët ose po bëni diçka të re. Në këtë aspekt juve nuk e keni që të bëni gjëra të reja, por keni këto të vjetrat për t'i mbyllur, dhe kjo është një mundësi shumë e artë dhe shumë pozitive në anën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë surprizuese, një shenjë vendimarrëse dhe periudhë ideale, që këta janë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqeve, meqense peshqit të duket se nga tani e tutje kanë një mundësi mjaft të mirë, një mundësi shumë të madhe në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Marrjen e vendimeve të rëndësishme ngadonjëherë i kanë mundësitë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare. Dhe ditë që parë është shumë i favorizuar në anën ekonomike, në biznes. Në biznes duket se po është koha, po i keni të gjitha mundësitë për të nisur diçka të re. Dhjetë që i parë është shumë i favorizuar në lidhje me këtë gjë, dhjetë që i dytë, edhe pse me vështirësi gjërat bëhen, por është një nga momentet më të arta, më të mira për sa i përket korrektësisë, punës dhe vazhdimësisë. Është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi korrekte nga ana juaj, korrekte nga gjërat e tjera që do të keni, dhe pikërisht është ky moment që tani për tani mund të duket i vështirë, por është mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për nisma të reja, për kohën e duhur, për momentin e duhur që juve do të keni në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshime, në lidhje me takime të njëpasnjëshme që do të keni tani e tutje, ku janë takime, kemi rutinë mund të themi, po janë takime shumë të domosdoshme për sa i përket punës suaj dhe karrierës, por gjithashtu ka të bëjë dhe me një ndryshim shumë të madh që do të keni në anën e biznesit. Megjithatë, ndikimet që kanë bënë të dhjetëdhjetit të dytë, që do lidhen shumë me biznes ose blerje e biznesi, e kanë mundësi në ortakri. Dhjetëdhjeti i tretë në udhëtime që do të ketë, në bisedime të mëdha që do të arrihet, sepse është një mundësi që e presin në dokumentacione, në ambasada, ka diçka shumë të madhe për juve të kësaj shenje, dhe duket se jeni në rrugën më të mirë, rrugën e mbarë, them unë, dhe është koha juaj, momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë në këtë drejtim. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse duke pasur parasysh edhe periudhën që ndodhin fenomenet, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në drejtimin e ndikimeve të mëdha. Por vallë, në ditët më të mira që kanë të kësaj shenje, duket se ka të bëjë shumë me shenjat më ideale në lidhje me anën e dashurisë, do thotë peshk, virgjëresh, peshk, dem, peshk shigjetar. Peshk shigjetar është aja dhe zheja. Ditët më të mira që kanë bëjnë dita e hënë, dita e mërkurë, dita e premte, dita e diel, të gjithë ditët që kanë bëjnë me favorizimin dhe komunikimin e mirë dhe pozicionin e planeteve që ata kanë dhe i rregullojnë, i stabilizojnë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme, kësaj jave kaq të voliqme nga data 25 deri më datën 31 maj 2026. Por para se ndajmë bashkë, nëse jeni të interesuar për parashikime të detajuara, astrologu.al faqja ros. Nëse keni damenje me blerë një paket, atëherë jeni gati të shkoni te sekretaria dhe atje të dërgoni një email dhe flasim bashkë pastaj për në detaje në WhatsApp apo në Viber. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, çdo të mërkurë, kemi atë butonin aty. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Nga Unë Rupulla, javë të mbar, ditë të mbar joraj.